administratës, duke vënë themelet për administratën e së nesërmes. Kjo përfshin jo vetëm sistemin e pagave, por edhe zhvillimin e programeve të trajnimit, sistemet për menaxhimin e performancës dhe instrumentet që mundësojnë një administratë transparente dhe profesionale. Strategjia ndërsektoriale e reformës me administratën publike 2024-2030 është një reformë e cila ka një vizion të qartë dhe të qëndrueshëm deri në vitin 2030. Çdo sukses i administratës publike është një sukses i çdo qytetari shqiptar. Ky është një udhëtim i cili sapo ka filluar dhe që nuk do të ndalet, sepse një administratë e fortë dhe profesionale është një nga themelet e një shteti të fortë dhe demokratik. Reforma nuk është thjesht për sot, është për të nesërmen, është për të krijuar një administratë që nuk ndalet para sfidave, që është gjithmonë në shërbim të qytetarit dhe që garanton integritet dhe profesionalizëm në çdo hap. Tani dashur Bukurosh, mund ta marrësh fjalën për replikë që të mësoj edhe Belindi dhe mund ta thuash. Faleminderit.